Mirë, ne rikthehemi sërish në studio, vijmë të mbetemi poshtë së bashku në këndin e të ftuarit të ditës. Do të flasim gjatë minutave në vijim sa i takon kombëtarës shqiptare të futbollit. Do të flasim, do të marrim pak në analizat se çfarë ndodhi në spektaklin me Serbinë, një ndeshje e luajtur në arenën kombëtare këtu në kryeqytet. Do të flasim për festën e çmendur të tifozëve dhe jo vetëm, por do të flasim edhe për sfidën. Jemi në prag të sfidës me Letoninë. Si do të luaj Silvinho me Letoninë, cilët do të jenë lojtarët, cilët mbase do të jenë pjesë e asaj ndeshje, përgatitja dhe krahasimet ndërmjet dy skuadrave. Për këtë e shumë të tjera do të kem mundësi të diskutojmë me zotin Dritan Lundre, gazetar sportiv. Faleminderit që sot në studio. Faleminderit juve që ftuat. Është kënaqësi të kem sot dhe për të diskutuar patjetër sa i takon Shqipërisë ndeshjes saj me Serbinë, mënyra se si po përgatitet dhe çfarë tregon Shqipëria deri në këto momente në bazë të asaj se çfarë ka treguar gjatë gjithë ndeshjeve. Vim nga Europiani me një përgatitje shumë të mirë, është cilësuar, por se çfarë do të ndodhë në vim, a do të bëhemi pjesë e botërorit, një dëshirë dhe ëndër e të gjithëve me shumë siguri, mbetet vetëm ta shohim. Marr pak opinionin tënd. Brenda një pyetje bëre nga 4-5, si ti marrim me radhë. Patjetër. Ndalemi. Jo, vim pas një Europiani. Personalisht mendoj që si eksperiencë kampionati Europian i shërbeu shumë skuadrës tonë përfaqësuese. Kemi bërë ndeshje të mira, kemi nisur shumë keq me Italinë, kemi luajtur shumë mirë me Kroacinë dhe në fund fare Spanja është kampione e Europës, asaj jo Shqipëria, për më ndish një 10, Shqipëri nuk i dilnin dot përpara, pavarësisht se Spanja luajti me ekipin e dytë. Megjithatë, unë do ta quaja pozitive pjesëmarrjen tonë në kampionatin Europian të futbollit. Për të kaluar një periudhë me shumë ulje ngritje, herë shumë e mirë dhe herë shumë e errët, me fitore jashtë dhe me humbje brenda, përfaqësimi i kombëtarës tonë në Kupën e Konfederatave, ku pavarësisht se dolën me pikë barabarta me ekipet e tjera, ne zbritëm një kategori më poshtë, për të ardhur tek eliminatorët e kampionatit botror, një ndeshje të merrsisht e shëmtuar me Anglinë, dhe më pas një ndeshje ku ekipi jonë kombëtar bëri detyrë kundër Andorës, dhe në fund fare një performancë të cilën unë do ta quaja shumë pozitive kundër Serbisë. Edhe ne patjetër që do të ndalemi më gjërësisht tek Serbia. E konsideruat më shumë se thjesht një ndeshje futbolli? Jo, absolutisht jo. Se kishte shumë të cilët Se kam konsideruar dhe nuk do ta konsideroj asnjëherë një ndeshje futbolli si një ndeshje politike midis dy shteteve, midis dy qeverive apo çfarë do lloji gjëje tjetër. Unë personalisht, ky është mendimi im, të tjerë mund mendojnë çfarë të duan, futbollin dua ta ndaj nga politika. Në fundit është një gjest i cili tregon ka një domethënie jashtëzakonisht të madhe, nëse do e mbani mend, Vlahović shtrihet për tokë dhe i pari që i vjen në ndihmë është Gjimshiti, i cili i kërkon të bëjë një stretching të vogël përderisa të vi mjeku i skuadrës serbe. Pra, kjo tregon që futbollistët në fushë për 90 minuta janë profesionistë. Pati një reagimesh për atë pozitive besoj. Edhe pozitive dhe negative kam përshtypjen. Ka patur shumë nga ata të cilët e kanë kritikuar për mënyrën se si u gjend Gjimshiti aty. Po mirë, ti japi me i hu Gjimshitit edhe ti bitë atij lojtarit serb. Tani jetojmë në Europë, jetojmë në shekullin e 21. Po mirë, po pse kemi ende këtë ndjenjën, pavarësisht se futbolli është futboll dhe unë jam shumë dakord me atë që thatë ju pak më parë, mos ta ngatrojmë futbollin dhe një lojë dhe emocione me politikën. Por pse vijojmë ta kemi këtë lloj mentaliteti? Zakonisht, e para njëherë që nuk diskutohet që ky lloj mentaliteti. Pavarësisht se nuk e mohojmë historinë, historia mbetet histori dhe historia mbetet histori dhe një pjesë e kësaj historie implementohet edhe në ndeshje futbolli. Megjithatë unë do thoya që janë disa qarqe të caktuara, të cilat një pjesë kërkojnë të hiqen më patriotë se ç'janë, dhe një pjesë që bëjnë të kundërtën asaj, thonë që të duhet i marrin të dy anët e medaljes. Dhe për mendimin tim, të dy anët e medaljes janë të dëmshme. Pra, dhe ata të cilët kërkojnë me çdo kusht, me fitore,
kam lexuar, kam ndjekur të gjitha emisionet sportive duke bërë zapping nëpër televizione të ndryshme dhe kam parë gjëra vërtet skandaloze në televizionet publike shqiptare, të cilat besoj janë përcjell dhe në televizionet sërbe. Mjafton deklarata e sotme e presidentit të Federatës Sërbe të Futbollit për kuptuar që mendjet smura ka gjithandej. Ka në Shqipëri, ka në Serbi dhe i ke kudo, ke në Gjermani, ke në Spanjë. Kur themi për skandalitete, çfarë kemi të bëjmë? Për skandalitete që e fryn ndeshjen, duke quar tej çdo lloj norme të moralshme për një ndeshje futbolli, duke futur në analet e historisë, arritën deri aty sa dikush na mësonte që serbët që kanë të ardhur në Ballkan, që e vërtetë është janë të ardhur në Ballkan para 1500 vjetësh, tash hajde të hapim historinë, neve 1500 vjet përpara kanë ardhur serbët dhe ne shqiptarët autokton, çfarë do t'i bëjmë tash atyre? Dhe po të shikosh Europën, kufit e Europës janë të gjitha të ndara në këtë mënyrë. Okej, sa të duash. Moldavia është rumune. Hajde ta heqim tash Moldavin, ta bashkojmë me Rumaninë, apo një pjesë e Francës ka qenë dikur gjermane, Anglin e formuan fiset gote, Amerikën e formuan të jashtëligjshmit anglez, kështu bota e tillë është e shëndërtuar. Por anglezët dhe amerikanët kanë bërë luftë, nëse besoj e keni lexuar nga historia, që u bë luftë që amerikanët i përzuan anglezët dhe vendosën shtetin e tyre. Po kjo nuk do të thotë që të kthehemi 200 vjet mbrapa, të themi anglezët i kujtojnë amerikanëve që ne ju kemi bërë këtë, ju na keni bërë këtë. Pra, në këtë koncept, do të thojë që më mirë do ishte të ndahej futbolli, dhe pastaj kur të vi puna për gjëra historike, unë mendoj që do ishte më mirë t'ja lenim historianëve ta zhbirlonin këtë lloj teme. Por futbollin ta lejmë të qetë nga këtë lloj pasthirmash, të cilën unë do t'i quaja në një farmace të caktuar, pseudo-nacionaliste, të cilat nuk i bën mirë as ekipit kombëtar, i cili për hir të së vërtetës në fushë e ndjeu që në fillim presionin pra, që duhet me do e mos ta fitoj këtë ndeshje. Futbolli është ndeshje e futbollit, e cila luhet 90 minuta, për fatin tonë të mirë, skuadra jonë e kaloi shumë shpejt në ngërç psikologjik, se po ta shikosh me vëmendje 10 minuta dhe 15 minutat e parë, lojtarët tanë ishin disi të pa orientuar në fushën e lojës për të vazhduar pjesën tjetër me një performancë e cila për mendimin tim ka qenë mjaft pozitive. Mirë, ndalemi në këtë momente të performanca, analiza e lojtarëve, mënyra se si Silvinjo zgjodhi që të ndërtonte formacionin në betejën në fushën e gjelbërt kundër Serbisë në vetvete si ndeshje futbolli, çfarë të solli? Të solli mendimin që Shqipëria çdo vit më shumë përparon, qoftë në përbërje apo qoftë edhe si profesion? Pa diskutim që përparon dhe jo më kot kjo skuadër kombëtare quhet skuadra më e mirë përfaqësuese që ka pasur ndonjëherë Shqipëria. Ka një fakt shumë domethënës, lojtarët tanë pavarësisht minutazhit që kanë në këmbë e tyre, por luajnë në kampionate shumë prestigjioze në Europë. Për shembull, të luash në ligën angleze, siç luan Gjimshiti, pavarësisht dëmtimeve të shumta që ka pasur, është diçka pozitive. Të jesh lojtar bazë i formacionit të Empolit, siç është, apo të Leçes, futbollist shqiptarja, të jesh një rezerva e parë e Interit, i cili me ngul me mban Aslanin, besoj që është diçka pozitive. Pa folur pasaj që nuk kemi nevojë t'i vejmë not, qoftë mitajt në krahun e majt, qoftë hyset në krahun e djathtë, janë lojtarë të cilët mund të luajnë me çdo lloj kombëtare të Europës. Po ta shikosh me vëmendje formacionin, ndjesia e parë të duket sikur ne kemi bërë një skuadër shumë sulmuese. Por po ta analizosh pak më në thellësi, shefin e kena bërë një skuadër mbrojtëse. Pra ne kishim një mes fushë. Që ka qenë nga pikat më të dobta për ne. Ka qenë nga pikat më të dobta, por ne këtë radhë bëmi diçka të tillë, pra duke vendosur 4 mbrojtësa, ku Mitaj shumë pak mori pjesë në fazën sulmuese dhe shumë më tepër mori pjesë hysaj, po me 3 mesfushorë të cilët ishin një digë thuajse pa kalueshme për skuadrën serbe. Pra luajtëm me Julian Sheun dhe me Kristian Aslanin,
mesfushorët e qendrës, duke spostuar pak më përpara Qazim Laçit, i cili duhet thënë se mori përsipër një barë ose më saktë i hra barra më e madhe për të ndihmuar sulmin. Nuk zhgënjeu as këtë herë Silvinho 4-3-3, skema që ai përdor më shpesh. Për mua nuk ka zhgënjur Silvinho. Të tjerët pastaj kanë opinionet e tyre. Për shembull dikush se nuk është një turp, ti përmendin dhe emrat. Një nga lojtarët më të mirë, sulmuesët më të mirë shqiptar, Vasil Ruse, quheti skandaloze mos pjesëmarrjen e Dakut në formacionin bazë. Se ku ishte skandaloze këtu, s'arrit ta kuptoj. Edhe sot që tani që po flasim bashkë, base Daku mund të ishte futur pak më përpara, duke parë se Mane vite ka i gjendje gripale filloi gradualisht të shuhej, apo Broja, i cili për hir të vërtetës kur është zëvendësuar, shikojeni me vëmendje, thotë trajneri, po me mua ç'pate, prapë pse më ndrove. Unë jam mirë, po ta shikoje në vazhdimsi loje, Brojës filloi t'i binte rendimenti, po kështu edhe Rejmanit. Futi Bajramin, i cili po kaloi një periudhë jo të mirë tek skuadra e Glasgow-t, ndërkohë që Daku mund dhe duhet ishte futur pak më përpara në fushë loje, sepse me grindën që ka, është potent. Është potent, ka forcë të madhe dhe ashtu siç është ai mund të rrezikonte më tepër se sa që rrezikoi Manaj. Silvinho nuk zhgënjeu, po nuk e për mua jo. Kush zhgënjeu në atë ndeshje? Nëse ka patur ndonjë zhgënjim sa do të vogël. Se po të pyesim tifozët do thonë zhgënjeu Manaj me penaltin e humbur. Penalti kanë humbur lojtarët më mirë të botës. Baggio hoqi penalti botërorin Italisë. Platini Zico i hoqi, eliminoi Brazilin nga botërori në 86-ën. Maradona humbi penalti me Jugosllavinë në botërorin e 90-s. Pra, futbollistë të mëdhenj, dhe Platini ka humbur penalti. Pra, janë shumë futbollistë të mëdhenj të cilët kanë humbur penalti. Penaltia, kam qeshur me lot kur tha është shumë e vështirë të shënohet penalti, një opinionist shqiptar. Dhe është me vetë time, o zot ku po shkojmë. Po t'ishe kaq e vështirë të shënohej penaltia, atëherë ko që bërtasim në kur e vetë penalti. Penalti është 99% është gol. Po ka raste edhe që humbet dhe nuk mund ta kryqëzosh ti lojtarin pse humbi një penalti. Mund ta kritikosh për mënyrën e lojës, por funi fundit nuk ishte në formë dhe kaq e mbaroi, por jo se humbi penalti. Kujtojmë që Manaj vinte edhe nga një situatë e rëndë shëndetësore. Por jo, ka pasur një situatë shumë të rëndë me klubin e vet, ku ka pasur polemika shumë të mëdha, ndërsa Manaj mos gaboj ka vendosur të largohet nga ekipi turk për gjetur një ekip tjetër, më duket është më cilësor se ai. Shto këtu dhe gjendjen shëndetësore që ka pasur, por edhe këtu, i vetëm moment ku nuk e ka rritur ta kuptoj Silvinjon, ishte në konferencën e shtypit, tha unë i caktoj lojtarët sipas ndeshjeve. Në Angli caktova Brojen, një herë kishte caktuar Aslanin, një herë Hasanin dhe këtë radhë Manet. Kjo është gjë më e çuditshme që mund ndodhi me një trajner i cili është profesionist, por që në çdo skuadër të botës caktohet kush do të gjuajë penalltin. Në qoftë se ai mungon, është lojtari i dytë, po jo të ndrohet lojtari që gjuan penalltin të ndrohet her pas here. Kam dëgjuar shumë shprehje që pse nuk ja la Aslanit ka shënuar. Aslani 2 penallti ka gjuajtur gjithsej. Dhe 2 penalltit që ka gjuajtur asaj ka qenë, kur themi ne po e bastardoj ose po e banalizoj pak çështjen Bixhos Palek. Pra ka gjuajtur penallti edhe kur Interi s'kishte nevojë. Se penallti i pari që gjuan penallti tek Interi është Çanaloglu. Dhe pas ti, në qoftë është në fushën e lojës, është Taremi. Dhe pastaj vjen Aslani. Aslani në një mesatare 3 minuta, po ta marrësh si mesatare, 3 minuta kaloi të përndeshjen në kampionatin italian, nuk mund të thuhet që pse nuk e la Aslani. Aslani mund ta merrte dhe mund ta bënte edhe gol, s'ka si gjë, ose mund ta gjuante Broja dhe çononte, apo se ka shumë diskutime pse nuk e la Gjimshitit, kapiteni. Pa mund ta gjuante Gjimshitit, ta bënte gol, do thonin bravo. Po dhe mund ta humbte. Si dhe thonin tash, çanim Aslanin apo Brojen apo Gjimshitin, pse humbi penalltin? Prandaj po them, nuk është për të kryqëzuar Rejmanit për një penallti të humbur. Si do të përkufizonim si loj ndeshjen me Serbin, luajtëm
vazhdimisht në mbrojtje, luajtëm në sulm, u treguam të egër kundrejt Serbisë. Si mund ta përkufizojmë? E para, në mbrojtje nuk luajtëm, pra nuk ishim se ishin vendosur të luajnë në mbrojtje, por ishin të kujdesshëm për të mos psuar gol. Në sulm nuk është se u hodhëm në mënyrë totale në sulm, por paktën sulmuam disa herë, shumë herë më tepër se sa Serbia. Serbia ka pas vetëm 2 raste në 90 minuta, është një gjuajtje me kokë që priti Strakosha, dhe aty është një pozicionim jo i mirë i Gjimshitit dhe një gjuajtje të Samardžić që kaloi ngjitur me shtyllën. Ndërkohë që ne kemi pasur momente shumë herë më të rrezikshme se sa skuadra serbe. Në përgjithësi unë mendoj që trajneri Silvio ka bërë një llogari të hyrë në fushë për të mos humbur. Dhe pastaj çfarë të dali më tepër se sa barazimi, le të dali, po të paktën të dalë barazim. Personalisht, po të më kishin pyetur përpara ndeshjes, do firmosja me qefin më të madh një barazim me Serbinë, s'ka asnjë gjë. E kishit parashikuar diçka të tillë? Patjetër që isha parashikuar një barazim me skuadrën e Serbisë. Më kujtua një fakt shumë interesant kur jemi kualifikuar në 2016 për në Europian. Kemi luajtur këtu me Danimarkën dhe kemi barazuar 1-1, por gjysmëore e fundit ka qenë e gjitha e skuadrës daneze dhe i vetmi person duke parë ndeshjen në grup të madh. Shokësh që haja thonë dhe thoi inshallah mbaron 1-1 dhe kur mbaron 1-1 thanë i vetmi që i thejta të marrë barazim. Ja, doli barazim, u eliminua. I bëre një llogari shumë të thjeshtë, prisë të luajmë Danimarkë, dhe i barazim Danimarkë dhe ne jemi të kualifikuar. Më hodhën gjithë në fytyrë si do barazojmë në Danimarkë etj. Shkojmë në Danimarkë 0-0, fituam në Armeni 3-0 dhe kontara jonë u kualifikua. Pra, nuk ka si lloj çudie që 0-0 këtu, 0-0 në Serbi. Pse që ka që pastaj ne kemi fituar kemi fituar në Norvegji, kemi bërë ndeshje shumë të mira, kemi mundur 1-0 me Poloni, po kemi luajtur shkëlqyshëm, kemi fituar në Ukrainë, pastaj kemi humbur këtu. Pra, nuk është një çudie madhe që kombëtarja jonë të shkojë dhe të marrë pikën në Serbi. Dhe në fund fare të vendosi o në pikë rastësishme rrugës, ose në i hap fallë si skuadrës serbe. Nuk është çudi që ne gjithmonë flasim për vend e dytë, vendi i parë, nuk besoj që Anglia do ta lëshojë vendin e parë. Absolutisht, Anglia është Angli. Ne mendojmë që do rrafim Anglinë këtu 4-0, ta kërcejmë për sipër. Lojtari më surprizues i ndeshjes? Në aspektin pozitiv, për mua dy ishin lojtarët surprizues, Julian Sheu në mesin e fushës dhe një rikthim vërtet mjaft i mirë i Hysajt në krahun e djathtë. Shumë pak kishin besim që Hysaj mund të bënte një ndeshje të tillë, por eksperienca, talenti, pjekuria dhe shumë gjëra të tjera bën që Hysajt ishte një nga më të mirë edhe me më shumë pikë. Me më shumë pikë. Pra ishte në mënyrë absolute lojtari më i mirë i skuadrës tonë përfaqësuese atë ndeshje. Duke qenë se ndoqja me shumë vëmendje atë ndeshje i shpëtoi portës ton shumë goditje të mundshme nga ana e Serbisë. Hysaj, patjetër. Patjetër ishte i kullëndodhur. Hysaj mori penalltin, nuk u detyr, po paktën shikoj me vëmendje kroson topin, e shefi topin ngele në mes, me shumë xherasi, fut këmbën dhe arrin të marrë penalltin. Ka thyer shumë aksione, por po shikoj janë 2-3 aksione të Serbisë që janë sidomos nga krahu i majt, kur krosoi topin poshtë në zonë, i vetmi lojtar, kishte lojtar tjerë, por lojtari i parë që ndërhynte ishte Julian Sheu dhe ai ka kapur mjaft topa në qendër të mbrojtjes. Pra, për mua, këta dhe dy ishin lojtarët më të mirë të kombëtares tonë. A luajti Serbia me potencialin e saj më të madh në fushë kundër Shqipërisë? Patjetër, ky është potenciali i Serbisë. Ka ikur koha e ish Jugosllavisë, kur skuadrat jugoslave, flas për gjithë Jugosllavisë, aty kishte Serb, kishte Kroat, kishte Maqedonas, kishte Sloven, dhuronin spektakël dhe brenda këtij spektakli shumicën e herëve humbiste. Skuadra serbe tani ky është niveli i saj. Unë e kam parë, kam ndjekur në mjaft ndeshje, me përjashtim një ndeshje me Austrinë, ku fitoi 2-0, ku e gjithë loja u bë në portën e Serbisë, pjesa tjetër qoftë në Europian, qoftë në ato ndeshjet e tjera, skuadra serbe nuk është se ka pasur në një nivel shumë të lartë. Përveç kësaj, kemi dhe një përplasje
të ashpër midis trajnerit Stojkovic dhe një grupi futbollistësh, ku do të përmend dy vëllezërit Milinkovic Savic, njëri sulmues dhe tjetri portier që luan me Torinën, një qendër sulmuesi, nuk kujtohet emri, që luan me Crvena Zvezdën, të cilët për arsye ai e thot për arsye disiplinore, por nuk e di se çfarë mund të lëvizi brenda kësaj arsye disiplinore, nuk u grumbulluan me skuadrën serbe. Nuk mund të them që Vlahovic mund të javi më tepër, se unë kam një kampionat që shoh tek Juventusi, ku më tepër ngrofstolin dhe aq luan. Nuk mund të them që Sami Argjiç mund të javi më tepër, kur tek Atalanta më tepër është rezervë, por është një lojtar i cili ka eksperiencën e vet. Të nuk të vjen portieri më i mirë që po mbahet sot në Europë, portieri i Romës, Zvilar, nuk të vjen të luajë me kombëtarin, se do përgatitet me Romën. Pra, në atë kontingent që futbollistët që kishte kombëtare serbe, ky ishte maksimumi, mos kujto se serbët nuk doni ta fitonin ndeshjen. Ato doni me çdo kusht, por realiteti ky është që nuk arritën dot ta vinin skuadrën tonë në vështirësi. Mbi 200.000 kërkesa për të parë ndeshjen Shqipëri-Serbi, një numër i jashtëzakonshëm, një numër i frikshëm, madje shpeshherë po krahasoj edhe me stadiume të tjera në botë ku nuk do ishte i mjaftueshëm kapaciteti i tyre për të nxënë të gjithë tifozët, por problemi që ndronte tek tifozët kuqezi. Debati më i madh i të paktën ditëve të fundit dhe ditëve përpara ndeshjes, arsye sepse nuk u lejuan. Pati një sër incidentesh të ndodhura në stadium me heqjen e flamujve të UÇK-s apo nxjerrjen zvar të disa tifozëve të cilët thjesht kishin veshur bluzat e tyre me UÇK-n për të treguar një farë mënyrë atë se çfarë ata ndjejnë, por mënyra se si u trajtuan dhe qasja që u dha nga ana e këtyre autoriteteve, mbas se si ishte duhura gjithmonë flas për sytë e mi. Me argumentin tuaj në këtë moment. Unë do të ndaja të dyja çështjet, pra problemin e tifozëve kuqezi. Janë dy çështje të ndryshme, janë dy çështje të ndryshme. Për sa i përket tifozëve kuqezi, do shikoja një gotë, gjithmonë është një krahasim që bëjnë të gjithë, gjysmë plot apo gjysmë bosh. Dhe këtë varet se si e shikon. Nga njëra anë janë një grupim tifozëve, si kanë thënë tonin skuadrës tonë përfaqësuese, janë ata që me të drejtë janë quajtur lojtari 12 në fushën e lojës dhe nuk është se nuk i kanë planuar stadium, por nuk i kanë dhënë bileta në grup siç i kanë kërkuar ata. Këtu ata janë në drejtën e tyre dhe thonë që kur u shkojnë në shi, në Borë, në mes të Vapës dhe ndjek ekipin kombëtar, madje bëj dhe 400, 500, 1000, 2000 kilometra për ndjekur ekipin kombëtar, atëherë kur luhet në Shqipëri një ndeshje të cilën ne ndjejmë pak më tepër se të tjerët, se kjo është e vërtetë që duhet ta themi, ti më privon nga ajo të qenit tifoz grupim, tifoz kuqezi dhe më vjen një në vend dhe nuk më le të organizoj atë që unë kam dëshirë spektaklin që unë ta organizoj. Nga ana tjetër, marrim pjesën tjetër të asaj. Ju thatë janë 200.000 veta që kanë kërkuar biletë. Në qoftë se ti do japësh 5.000 bileta sa kërkon grupi tifozët kuqezi, do të thotë që 5.000 të tjerë që i ke hedhur me short ti privosh për të ndjekur ndeshjen. Pra, merret si të duash dhe të dyja palët kanë të drejtë, por gjithmonë do të jap pak më shumë të drejtë tifogrupit kuqezi, i cili për mendimin tim, masa jo 5.000, po një sasi e caktuar biletash, duhet ishte përëtuar nga ky federata, duhet ta kishte përëtuar për këtë grupim kuqezi. Se çfarë do t'i ndodhte Federatës Shqiptare të Futbollit nëse do të kishte caktuar një numër të konsiderueshëm biletash, duke patur parasysh abuzimin e madh që u bë me biletat, u bë një abuzim i madh ndërkohë që ne lam pa bileta këtë tifo grupin e jashtëzakonshëm që na shoqëron kombëtarin kudo. Atë nuk e dim që abuzim me biletat, s'ka mos i provë që e mori Armando Duka e dha drejtan Londrës e tha i ke shite biletat. Ka pasur raste të tjera. Që kanë dalë bileta që janë shitur në tregun e zi, kjo që diskutohet. Se çmime maramonse deri në 1.500 euro bilet, unë nuk kam parë. Jo, po të shikoj, unë kam qenë për herë të parë në Rom, në finalen e Champions League-s, Juventusi me Ajaxin,
edhe ishin tifozët italian, tash që në thojza tifozët italian, që vini vërdall dhe manin bilete e fshera. Ndërkohë që tifozët holandezë, të kishin ardhur shumë më tepër se 20.000 saq i kishin dhënë bileta, me paratë e tyre në dorë, vetëm mbanin lekën në duar dhe kërkonin bilet për ta marrë në tregun e zi. Pra këta janë fenomene që ndodhin në gjithë botën. Por nga 200.000 bileta, kaq është i shkrej stadium. Unë do të thoja disa gjëra tjera që për të cilat vërtet më vjen jo keq, po më vjen jashtëzakonisht shumë keq. Nuk ka mundësi të nxjerrë një gazetar, se lexova një botim që kishte bërë Ervin, një gazetar i Vision Plusit, i cili thotë nuk më dha akreditim Federata Shqiptare e Futbollit, me arsyetimin që ka shumë të gazetarë të tjerë dhe ti nuk e për të ardhur. E di çka kam parë nuk e tribuna e gazetarëve. Merdi njëri dikur në ndeshjen Shqipëri-Francë, isha ulur për të ndjekur ndeshjen, paktën tash i mbusha 30 vjet si karrierën time në gazetari dhe tha po desh dhe çohesh paktën nga ky vendi këtu. E paqe kështu si të çohem unë dhe shumë dhe tulesh ti. Erdhi policia tha, unë ço po desha dhe ky është refugjata ka bërë gjatë rrugë. Pra në tribunën e gazetarëve vite refugjati dhe ule. Dhe në mes të tribunës së gazetarëve çon një refugjat tjetër që kishte ardhur nga Italia dhe thotë mu hajde tu se kam vënë unë. Pra e kupton do të çan ndodh me këto akreditime. Pastaj jemi një grup gazetarësh, të cilët unë nuk marr përsipër që të shkoj kur jep kryeministri shqiptar apo lideri i opozitës së Shqipërisë konferenca për shtypje të themur jam gazetar, dua të futem unë. Jo, janë të akredituar njerëzit. Tani në kryeministri po të jetë gazetar, në opinionet politike të jetë gazetar, në opinionet sportive të jetë gazetar, në opinionet e seksit po të njëjtët, në psikologji po të njëjtë, po prit tash se ti marrim ne, ti lidhim duart, të rrim pa punë, se i kemi 5 gazetarë kemi që i bin gjitha. Ose të japun me garanci. Dhe këto ka një emër shumë interesant, gjitholog, që i din gjitha. Të flasim për fiziologjinë e trupit njeriu, të flasim për biomekanikën, të flasim për historinë, të flasim për fizikën, për matematikën, për shkencat natyrore. Pastaj të hyjë dhe ke politika, pastaj të hyjë edhe ke ajo që është më kryesore që kanë burime të brendshme. 22 prokuror, 22 gazetarë të kronikës zezë dhe të 22 kanë nga 3 burime. Ma gjendo ti se si ka mundësi? Dhe dhe gjithë thonë, si mas burimeve të mia, tepër sigurta, konfidenciale nga brenda, për 2 javë do ketë 3 arrestime. Pusheti që nuk arrestohen njëri, thonë, unë e kisha, po do arrestohet mas 3 javësh. Tash këta gazetarë vidër japin mend edhe për një ndeshje futbolli. Të japin dhe mend që nga ana taktike si u lut futbolli dhe fund fare thonë, unë si gazetar nuk marr vesh nga futbolli, se unë nuk shoh një ndeshje, por ka mendimin që kjo ndodhi kështu. Prandaj në këtë zallamahi asaj i quhet media shqiptare, nuk mund bëni përjashtime dhe shitje e biletave. Patjetër. Ndalem pak tek Shqipëri-Letoni. Detyrë shtëpie të fitojnë. Do të fitojnë? Po, besoj unë. Dhe e kemi për detyrë shtëpie të fitojnë. Pati dhe në konferencën për shtyp, Aslani tha që do shkojmë për të marrë fitoren për të rëmbyer 3 pikët. Jo, po ti pyesësh lojtarët, asnjëri nuk do thotë që shkojmë mase në një ndeshje shumë të fortë, për shembull, në Angli, nuk do thonë do shkojmë për të fituar, po do thonë do mundohemi dhe do luajmë për të marrë për dhënë më të mirë. Por të shkosh në Letoni dhe të thuash që do japim më të mirë, ja, do s'ka tush për mendimin tim është detyrë shtëpie që kombëtarja jonë duhet ta fitojë këtë ndeshje. Jemi më lart se skuadra letoneze, kemi një grup lojtarësh të cilët po harmonizohen shumë mirë me njëri tjetrin dhe besoj që do të arrijmë fitore. Në fundit ne shpresojmë të bëjë Serbia, një nga këto ekipet e vogla në hap fallës. E jo vetëm ta bëjmë ne, se po e bëjmë ne pastaj thotë mirupafshim. Mirë, ne do të jemi sërish së bashku në studio për të komentuar me njëherë pas Letoni Shqipëri. Patjetër, ishte kënaqësi nga ne ime. Faleminderit shumë për të gjithë analizën dhe për çdo mesazh që përcolle. Dhe mbi të gjitha për treguar që sporti është një art më vete, nuk është politik. Do të them edhe një batutë të fundit, i ndjeri, po i famshmi Lymalla kishte një shprehje, shumë e luajnë thotë, po pak e njohin futbollin. Kështu jo të gjitha që kanë luajtur futboll
të kanë luajtur, ka qenë dhe lojtar të shkëlqyer, duhet ta njohin kaq mirë futbollin. Mos harro që unë dhe ti, pra ne të dy bashkë, si puna jonë, ne të dyve ka me 10 gazetarë të tjerë në Shqipëri, sportiv flas, të cilët rrinë me laps, me letër, lexojnë të gjitha agjanset ku vinë, si është gjendja e këtij futbollisti, si është gjendja e atij, me fund fare dalim në këto konkluzione ku secili fund ka dhe mendimin e tij. Por unë kam, do ta them edhe pa ndrojtje, kam bezdi të dëgjoj personazhe që vinë nga bota tjetër, përveç asaj të futbollit, dhe t'japin të lexojnë, të mundohen të lexojnë një ndeshje. Kur ti shkon në stadium dhe mezi e lexojnë ndeshje futbolli, ai nga ekrani kaq i vogël i televizorit ta lexon më mirë se ai specialisti i futbollit. Kjo është e papranueshme. E papranueshme realisht. Megjithatë ne do flasim prapë kur vin ndeshja me Letoninë. Patjetër, këtu jemi. Mirë, ishim me Dritan Lundrën, ndër të paktët gazetarë të cilët e thonë të vërtetën ashtu siç është dhe lexojnë futbollin ashtu si duhet lexuar. Publicitet.